për kahjen që përfundimisht e ka vullosur se ku përket. Por në anën tjetër, çfarë nënkupton për Kosovën, për sigurinë e Kosovës, por edhe për këto balancat ushtarake në Ballkan. Sigurisht kjo marrëveshje ushtarake në mes të 3 shteteve, Kosovë, Shqipëri, Kroaci. Një vështrim do ta bëjmë sot këtu në studio me ekspertin e sigurisë Drizan Çala. Mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjej, urime, më shënë sëse emisioni parë, urime 2026 juve dhe shikuesit e juaj. Le të shpresojmë që ky vit do të jetë vetëm vit i interpretimeve dhe asese vit i veprimeve të cilat mund të acenojnë rënd sigurinë kolektive, jo vetëm në Kosovë, sepse problematikat lërek janë më të mëdha, më të gjëra dhe asesi nuk janë problematika që e atakojnë vetëm një shtet. Ju e përmendet qarta në fillim të hyrjes, një këndvështrim i cili prek shumë fusha dhe e atakon në shumë dimensione sigurinë, të cilën deri me tani ndoshta nga evaluime që kanë ndodhur nga shekulli 19-20 në shekullin 21 ka marrë për masa të ndryshme. Dhe këto përmasa tani do duhet që në një rënon t'i akseptojmë si duke ndodhur apo kanë ndodhur. Edhe veprimi i dytë i akseptimit është marrja e veprime konkrete për të parandaluar që cënohet në tanësi një sistem i cili ishte krijuar me shekuj të tërë. Tani, patjetër kemi Serbinë e cila jo se ne nuk e kemi ditur, por se edhe bota e sheh qartësisht në një kohë kur profilizohen, si thua, shtetet, është bërë bukur e qartë për ditur se kush reagon si reagon, a reagon si Amerika, a reagon si Kina e Rusia. Dhe Serbia ka bërë të qartë të gjë përmes vajtimit që i bëri Venezuelës. Tani, në gjuhën e sigurisë pa merr mendje se edhe ky lloj vajtimi i një shteti për një shtet tjetër, i një autokrati për një diktator, ka sinjal dhe dërgon mesazh. Ku i çe mesazh Vučići e Beogradi? Padyshim mesazhi i bërë dhe i dhënë nga ana e Aleksandr Vučić pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë të Shtetit të Serbisë, ishte një mesazh jo për qytetarët serb, nuk ishte mesazh as për Bashkimin Evropian, i drejt për drejt, po është një mesazh i cili ishte dhënë në drejtim të një lojalitetit për Moskën dhe për Kinën, sepse Venezuela, partnere serioze, partnere strategjike e Kinës dhe Rusisë në pjesën e Amerikës Latine, ju dinë që vetëm gjatë mbajtjes së pushtetit të Maduros në krye të Venezuelës, Kina sipas shifrave janë diku $100 miliardë dhënë që ai vazhdon të mbetet në pushtet gjatë viteve që kemi lënë pas. Në anën tjetër interesi edhe i resurseve natyrore, sepse çdo veprim, çdo konflikt ka elementin e resurseve, ka elementin e cili de facto bota dal nga dal është duke parë që çdo gjë mund të prodhohet, vetëm toka nuk mund të prodhohet. Prandaj lufta për konceptim dhe kapje të tokave, pavarësisht edhe nga larg vijes së kufirit faktik, real, është një argument që Vučić tenton që pikërisht ta krijon një lloj mesazhi për pjesën e Moskës se do duhet ta mbështesë tutje Aleksandr Vučić, do duhet Kina ta mbështesë tutje me teknologji ushtarake, me pjesë të financave për sistemin bankar dhe projektet e caktuara brenda Serbisë, sepse një mosmbështetje e tyre, siç ka ndodhur te Maduro, do të përkthehej me një minimizim të një shteti tutje drejt interesave të tyre në Ballkanin Perëndimor apo një port për pjesën evropiane. Pra për ta thjeshtësuar, ishte një thirrje ndihme nga ana e Aleksandr Vučić, sepse frika nga një veprim i forcave speciale amerikane dhe gjithë aparaturës inteligjente e cila ka bërë një punë të jashtëzakonshme në kapjen e presidentit diktatorial në Venezuelë, ka rikthyer në vëmendjen sepse serbët kanë përjetuar një kidnapim të tillë apo një arrestim të një presidenti të tyre më njëherë pas luftave ballkanike të viteve të 90-ta, dhe si për pasojë kjo pasojë psikologjike
është rishfaqur dhe ai ka bërë një lutje në formën një lloj kërstimi mbështetëse për venezuelanët, por është një lutje për Moskën dhe për Kinën që ta mbështesin tutje, sepse do të mund të mbetet targeti i radhës nga fuqitë perëndimore, të cilët sipas tij vetë kanë marrë kontrollin më të madh mbi institucionet, sepse pas takimit nga takimi në Këshillin e Sigurisë të Shtetit të Serbisë, Vučić vizitoi disa aeroporte ushtarake. Ndërto vizitoi edhe aeroportin ushtarak të njësive Kobra, njësive special antiterrore të ushtrisë së Serbisë. Dhe është një mesazh sepse dëshiron ta perceptoj qartë që ta prek influencimin e perëndimit në këto struktura, a janë ende lojal ndaj politikës së Beogradit Aleksandar Vučić, apo tani më kanë rrëshitur në drejtim të influencimit perëndimor. Njëkohësisht edhe vizita në pjesën e Bosnjës së Hercegovinës gjatë ditës së dieshme dhe sot është një mesazh i asaj që unë ndoshta në momente të caktuar të ndryshimeve dhe presionit politik evropian, unë kam lëshuar sa i përket interesit të Serbisë respektivisht të Rusisë dhe Kinës, sepse Kina ka një prezencë edhe në Republikën Serbska, ka prezencë në aspektin financiar, Rusia ka prezencë në strukturët e saj të inteligjencës brenda sistemit federal të Bosnjës së Hercegovinës të pjesë e Republikës Serbska. Pra gjitha këto Lorik po na japin një shije jo të këndshme, një shije që dha dal ngadal hemisferat po dizajnohen, ndryshimet janë duke ndodhur. Ndryshimet në qoftë se i referohemi një hulumtim që është bërë një exit pollit brenda familjes së madhe evropiane të vendet anëtare të saj, në gjitha vendet është përcaktuar një hulumtim me mbi 1000 respondent, ku është parë qartë një rritje të partive ekstremit të djathtë dhe të majtë. Pra, ndryshimet e klima politike, geopolitike, geostrategjike që ka me të cilën është ballafaqur gjatë shekullit 19-20, tani më është duke ardhur në kulminacionin e saj të rritjes së këtyre dy ekstremeve. Pra ekstremi majt dhe ekstremi djathtë dhe elementi rus brenda këtyre dy ekstremeve, sepse Rusia është edhe në të majtit edhe të djathtit ekstrem, po tentohet pikërisht që të devalvohen edhe të shkaktohet një tërmend brenda sistemeve shtetformuese, kushtetuese perëndimore që kemi njohur deri më tani. Pra rritja enorme e ekstremit të djathtë dhe të majtë në Bashkimin Evropian e ka vënë në një pyetje të rëndësishme që ne gjatë 2026 do ta bisedojmë. A do të ekzistojë Bashkimi Evropian, a do të mbizetroj dhe presioni që është duke ardhur jo më vetëm nga jashtë, nga ona e Rusisë apo proksive të saj, po nga ona e vetë politikës udhëheqëse të Bashkimit Evropian në Bruksel, se ka një diverzitet, ka një fragilitet brenda anëtarëve të Bashkimit Evropian. Njëkohësisht edhe pyetja kruciale me të cilën në aspektin e sigurisë do të mbetet NATO-ja, a do të qëndroj, a do të ketë lëvizje, sepse paralajmërimi i kryeministres së Mbretërisë së Danimarkës ishte qartë. Ndërhyrja e forcave amerikane në Grenland do të thotë shkatërimi i NATO-s. Pra, ju kujtohet para vitit të ri ne kemi pasur një bisedë të regionalizimi i forcave ushtarake. Po e kuptoni tani pse është bërë regionalizimi. Sepse është akseptuar dhe është pranuar në një mos të caktuar edhe brenda Aleancës Veriatlantike se Aleanca e NATO-s faktikisht ka mbet relikt i koncepteve doktrinare të shekullit të 20. Pra, pavarësisht tentativës për evaluim të doktrinave në shekullin 21 që tani më dhe jemi, është parë që shtetet e kanë problematik ta mbajnë ritmin e këtyre ndryshimeve nga pasoja brenda sistemet të tyre politike. Prandaj NATO e kanë ndarë këtë regionalizimin për të mbajtur një frym demokratike brenda forcave evropiane në shteteve të tyre. Që të më thonë, ne kemi këtë marrëveshjen Kosovë, Shqipëri, Kroaci dhe aty të mbajmë syt e shpresën për çfarë do të ndodhë. Nëse ndodhë. Shpresë që jo. Me një përgjigje ndoshta të thjesht një po, është problem ta pranoj audienca qytetari i Republikës Kosovës apo i Shqipërisë apo i Kroacisë. Rajoni Ballkanit Perëndimor perceptohet
nuk është konstatim, po perceptohet si një vend ku vatra e krizës është permanente, për arsye të diverziteteve, të përcaktimeve ideologjike, kulturore, fetare, historike. Gjitha këto, në qoftë se përmbledhen në një kazan, del një gjel të quaj bukur e rënd për ta shijuar, sepse ka elemente historike të cilat janë të përsëritura në periudhë shumë të shkurtë kohore. Pa nuk flasim, se marrim një shembull, luftrat në vendet e Skandinavisë. Pra në luftën që kanë ndodhur para 200-300 viteve mes norvegjezëve, finlandezëve, suedezëve. Edhe për rrethana që nuk përkasin më me realitetin. Me realitetin, ndërsa në luftrat ballkanike jemi duke biseduar për një gjysmë shekulli, pra 50 vjet të mas që kemi nga sot, pra 25 vjet 2000 dhe 25 vjet tjera, pra e kanë ndodhur luftrat mizore të bëra nga vetë koncepti ideologjik, slav mbi populatat të cilët kanë dëshiruar paqen dhe stabilitetin në vendet dhe votrat e tyre. Prandaj hapësira kohore nuk lejon që të ketë një komoditet të mos veprimeve. Prandaj është përcaktuar që vatë potenciale perceptuese e krizës dhe aleancat ripalqe në aspektin strategjik është tjetër rëndësishme sepse minimizohet ndikimi serb në Ballkanin Perëndimor sepse balancat ushtarake me shteteve. Dihet që Serbia në investimet nëse i referohemi nga 2004, pra në 2004 ka hyrë në programin për partneritet për paqe në kuadrët e NATO-s. Pra, në 99 përfundan luftra, në 2004 bëhet një risistemim e reparteve ushtarake të Serbisë dhe mbetjeve të tyre që kanë lëvizur nga territori i Republikës Kosovës si vendi i fundit i konfliktit në përmasa ushtarake, sepse ne kemi pasur konfliktin në Login të Preshevës, kemi pasur konfliktin në pjesën e Maqedonisë së Veriut, por në konceptin ushtarak ka qenë Kosova dhe në 2004 fillon një rimodernizim i ushtarak i Serbisë, ku si anëtare për partneritet për paqe në kuadër të programit të NATO-s përfiton fonde dhe gjitha të fonde nga 2004 në qoftë se i kthejmë retrospektiv i investon në industrinë ushtarake dhe në modernizim gradual jo të shpejt të ushtrisë së saj. Dhe tani jemi 2026, pra më hiç më pak apo hiç më shumë se 22 vite, vetëm gjatë 2012-s deri në 2024-ën. Pelojmë anash 2025 sepse ende presim shifrat zyrtare të investimeve. Serbia ka investuar gjithmonë mbi 1.8% të GDP-së saj në komponentën ushtarake. Gati sa kërkohet edhe nga NATO-ja. Ndoshta në periudhat kur është investuar, nuk është kërkuar fare nga NATO-ja perceptimi i 2% të GDP-s, nga 2023 e të kalon gjithmonë 2.2% të GDP-s, ndërsa në 2025 sipas shifrave jo zyrtare, duhet të referohemi jo zyrtare, është 2.6, 2026 7, 8 dhe 9. Planifikohet që Serbia të investojë rreth 3.5-4% të GDP-s së në komponentën ushtarake. Pra, po përgatitet për diçka. E prandaj kjo përgatitje për një diçkaje e ka shtyr faktorin evropian, kuptimin anëtarë të NATO-s dhe NATO-n, që ta krijojë një modul eksperimenti, regionalizimin e forcës operacionale, taktike, strategjike në përballje kundër Serbisë dhe me kënd duhet filloj Kroacia si vend i cili ka kapacitet të mjaftuara për të përballur në një konfrontim të drejt për drejt, Shqipëria si vend mbështetës dhe një vend kyç në aspektin e pozicionit nevralogjik të aspektit të interesave strategjike dhe Kosova si një shtet i cili në periudhën që jemi duke biseduar dhe arritjen e planit gjithëpërfshirës të përmbylljes së saj në 2028 është parë dhe është akseptuar që hyrja në NATO mund të jetë pengesë politike nga vetë fragiliteti i konceptit të NATO-s, nga vendet anëtare të NATO që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, të shpallur të njohin edhe nga gjykata ndërkombëtare që ka përcaktuar një gjë të tillë, atëherë është futur me domosdoshmërisht që të jetë pjesë e kësaj aleanse, të ketë një mbrojtje territoriale
nacionale të saj në rast se do të vijë situata e një ballafaqimi të mundshëm të ndryshimeve që tani po na shpihen këto ujëra sigurisht të vërshime që janë në drejtim të një D-Day në kuadrë të konceptit të ri 2028 e tutje. D-Day është shumë e madhe gjithsesi, por nëse ndodh diçka nga kjo që po flasim, Kosova, Shqipëria, Kroacia janë bashkë sipas kësaj marrëveshje. Në kjo është Serbia. Nga regionalizimi. Po, në bazë të iniciativës për të formuar dhe nënshkruar marrëveshjen bilaterale, trilaterale mes vende përkatëse, Serbia pasi të nevojshëm në njëra anë reagimin të faktorëve ndërkombëtar, se si është mundur një shtet jo shtet, si e referohet Republikës së Kosovës, një shtet i cili ka shkelur edhe rezolucionin 244 edhe atë që ka thënë tani edhe nga takimi që ka bërë në Këshillin e Sigurisë të Serbisë presidenti Vučić, tenton që ta minimizoj elementin substancial të Kosovës në këtë marrëveshje. Filloi më një herë të krijoj marrëdhënie të drejtë për drejta me vendet anëtare të NATO-s, që janë konceptualisht kundër pavarësisë së Republikës së Kosovës. Pra me Slovakinë, me kryeministrin përkatës, ka marrëveshje dhe marrëdhënie në aspektin e industrisë ushtarake, në pjesën e industrisë ushtarake me kompaninë shtetërore Viki të Hungarisë, pra edhe me Viktor Orban, dhe tentativa tani nga të rrëshas në drejtim të marrjes së Bukureshtit, pra pjesës rumune. Shqipëria duke parë këtë veprim brenda konceptit dhe Kroacia duke parë këtë veprim brenda konceptit të tyre, veprimet të Serbisë fillojnë që të joshin në kuptimin diplomatik, strategjik dhe interesit nacional edhe të vendeve përkohëse që të inkorporohen brenda kësaj marrëveshje. Ishte vizita e kryeministit bugar gjatë vitit 2025 dhe tani gjatë festat e fundvitit në dhjetor, ministri Vengo i mbrojtjes së Shqipërisë ishte për vizitë në Sofia, pra është një iniciativë si Bullgaria do të jetë pjesë e kësaj marrëveshje. Kroacia filloi marrëdhënien bilaterale dhe arriti marrëveshjen me Sloveninë. Pra dalë po konceptualizohet via ndarëse e ndryshimeve që do të presin. Lorik, për audiencën e juaj do duhet të kuptojmë se ne jemi prag të ndryshimeve të 5 kufive të rëndësishme. Kufiri shtetëror, askush nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, po as nga pjesa e Bashkimit Evropian, po të bodës nuk e di më ku përfundon kufiri shtetëror. Ju keni vërejtur operacioni special kundër terrorit të drogës përfundoi në kufit apo në shtetin e Venezuelës. Po kufiri shtetëror më nuk është njësi matëse, dhe ku mund të lëvizësh ti me forcat e tua apo me strukturat e tua shtetërore. Është kufiri politik. Ju keni vërejtur gjatë dhjetorit të 2025, për të qenë më shkurt, presidenti Trump përcakton qarta zi interesin strategjik amerikan mbi hemisferën veriore dhe jugore, dhe kjo e dëshmon që kufiri politik e te kalon jo vetëm pjesën kontinentale, po te kalon për te interesave ndoshta edhe Atlantiko, që është Amerika në drejtim të Bashkimit Evropian, është kufiri ekonomik. Pikërisht ky do të jetë problematika e minimizimit të ndikimit kino-ruse, Indis brenda Bashkimit Evropian përmes formave të ndryshme. Është kufiri ushtarak, që tani më është duke formsuar në pjesën ballkanike, po njëkohësisht ty e sheni edhe pjesën e luftës Ukrainë-Rusi, edhe kufiri religjioz. Ju keni vërejtur për audiencën juaj në Serbia është ajo e cila e simbolizon më së miri kufirin religjioz, sepse Kisha Ortodokse serbe, sistemi kushtetues politik dhe Akademia Shkencave janë 3 shtylla kryesore të bazamentit strategjik, akademik, religjioz të shtetit të Serbisë për të mbijetuar. Prandaj këto 5 kufi do të ndodhet ndryshimi i tyre, dhe ky ndryshim padyshim që do të vijë në situatë të palakmueshme për rreth kësaj, me vedije që do të kemi një D-Day, kuptimin e një ballafaqimi në bazë të rrjedhës së aktiviteteve që duke ndodhur në konceptin global, me impakt kontinental të Evropës, po dhe rajonal në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Kjo D-Day parashë që Kosova
të gjendet në një renant caktuar? Kosova ka përcaktuar qarta të drejtimin dhe direktivën e saj, është në frymën e shteteve demokratike, ka konceptin doktrinar amerikan të inkorporuar brenda sistemit të saj, të mbrojtjes, ta të themi në evaluimin e forcës së saj ushtarake. Në vitet në vijim, sepse ideja nuk do të ndodhë nestra, po ne do të mendojmë që do të ndodhë nestra. Do të merr një periudhë kohore kjo çështja D-Day, sepse ju keni vërtetur edhe luftrat që janë duke bërë nga vetë shtetet me interesat nacionale, edhe në Ballkanin Perëndimor matutje të industria ushtarake e mbrojtjes, sepse kanë konceptuar dhe pranuar që rezilienca ushtarake, sigurisë infrastrukturore ka qenë e mangët. Sepse gjithë besime dhe mendime dhe shpresë kanë qenë dhe mbi supet e NATO si koncept politiku ushtarak, por që diversitetet që potencova dhe fragilitetin brenda anëtarëve të NATO-s ka përcaktuar qarta që NATO-ja mund të shuhej në kuptimin e një formacionit ushtarak, por asesi si koncept politik. Prandaj Kosova së bashku me partnerët rajonal, do duhej ta përdormë tash që duhet si jargon, me partnerët rajonal, me Shqipërinë, Kroacinë, madje ka një intensitet të një lufte të pa kompromisë të shërbimeve inteligjente perëndimore dhe të lindjes, që Mali Zi, Maqedonia Veriut, Bosnia Hercegovina mos të vijnë në anën e kësaj marrëdhënie trilaterale, që ishte kjo bloku perëndimor, por të mbeten neutral dhe më pastaj pas një periudhë caktuar kohë të deklarohen në blokun e Serbisë dhe vendeve të tjera. Prandaj këtu do të mbetet sfida me të cilën dhe për të cilën ne do të bisedojmë gjatë këtij viti dhe vitet në vijim. Kosova e ka dhënë qëndrimin, e ka dhënë synimin dhe ka dhënë përmbajtjen. Përmbajtja është e qartë në integrimeve euroatlantike, synimi antare NATO-s, respektivisht qëllimi që të jetë pjesë përbërëse e një marrëdhënie strukturore me ushtrinë amerikane në kuadër të konceptit të regionalizimit ushtarak në Ballkanin Perëndimor. Tash në këtë hartën e Ballkanit, nëse Serbia është me diktatorit e Kosova me perëndimin bashkë me Shqipërinë, Kroacinë, ku i gjen, me çfarë ngjyre i ngjyros Malin e Zi e Maqedoninë për shembull? Ngjyrë the gray zone. Okay. Pra, luftra që bëhet, sepse që Lorik ndoshta në një mision tjetër ne do të mund të elaborojmë tutje çështën që njerëzit nuk e kuptojnë, po ata që ndëgjojnë që flasin për luftën hibride nuk është se konceptojnë dhe akceptojnë luftën hibride, vetëm e trajtojnë si element sigurie, asesi si element e një forme ushtarake. Pra, ju duhet kuptoni që shërbimet civile dhe shërbimet inteligjente ushtarake janë dy bota të ndryshme. Dhe pikërisht zona gri, pra është një zonë në të cilën dhe me të cilën shërbimet ushtarake kryjnë punën më të madhe duke përcaktuar kufit e interesit apo vjet e interesit latente. Dhe më pastaj shërbimet civile punojnë dhe i përpunojnë në aspektin politik. Ju keni vëtur në bazën e asaj që teoria Monroe, doktrina Monroe që ishte në 1923, pra një doktrinë amerikane, është konceptuar qarta që përmes influencimit rus mbi kontinentin evropian, mbi Ballkanin Perëndimor. Ju shihni një fragilitet politik në Maqedoninë e Veriut, sa është interes komponenta ushtarake, është interes edhe Bashkimit Evropian dhe NATO që kohezioni mes etniteteve të jetë në frymën përcaktuese që Maqedonia e Veriut mos të rreshasë, sepse është bukur qartë që mund të rreshat në një drejtim të një zone e cila do të jetë shumë e vështirë po ta nxjerrë, sepse potenciali më pastaj historik, kulturor, religjioz është shumë i madh edhe mbi supët atyre etniteteve dhe mund ta vijë deri te një shkëputje totale nga orbita e interesit të NATO-s. Malin e Zi është një politik më but influencuese nga ana e Serbisë, ku vetë komuniteti serb në Malin e Zi, serb të Malit të Zi, janë përcaktuese të qarta asaj që dëshirojnë një rikthim të një unioni Serbi-Mali Zi, por ju e vëni se gjatë 2022-23 NATO-ja në periudhat caktuara kohore i ka ndarë dhe shkëmbimin e informacioneve inteligjente ushtarake me Malin e Zi, sepse ka patur frikë
nga rrjedhja e këtyre informacioneve në qartet e caktuara serbo-ruse. Prandaj kjo është një nga problematikat dhe lufta që është duke bërë tani, ju keni vetëm një shtim të aktivitetit ndoshta jo ju në kuptimin se si medium, po kuptimin e një gazetor investigativ, hulumtues si gjeni, forcat ndërkombëtare kanë shtruar prezencën e tyre në pjesën e Bosnjës së Hercegovinës. Pra, ka një aktivitet ushtarak, ka një aktivitet të NATO-s apo EUFOR-it, Athena si mision që pikërisht këtë shtim të trupave për ta minimizuar pikërisht një veprim të tillë dhe në këtë segment për të qenë konciz dhe i përmbyllës. Amerika bëri veprimet e saja, veprimet të qarta, duke futur në listë zezë një herë Dodiku, më pastaj duke larguar nga lista zezë në shkëmbimin që ai të largohet nga pjesa influencuese e politikës së Beogradit, ndërsa dje në Trebinje të Republikës Serbska ishte për vizitë Aleksandar Vučić, që ishte për vizitë për të rikthyer në vëmendje dhe për të patur një shpëtimtar të anijes së fundosur, që është Dodiku për të në konceptin e ndryshimeve që janë duke ndodhur. Pak për sigurinë e Kosovës, se kur flitet për tema të tilla ne kemi një të kaluar të dhimbshme, edhe kur e dim që kufirin më të gjatë e kemi me dikë që nuk e njeh ato për kufi, a është i sigurt qytetari i Kosovës? A do vazhdoj të mirret me hallet e veta të përditshme apo të mendoj edhe për tema të tilla të sigurisë së vet? Në kushte optimale, në kushte reale faktike, në kushte ku Kosova do kishte me përmbyllë subjektivitetin e saj ndërkombëtar, edhe nga mos njohja atyre 5 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, Kosova kandidat, statusin kandidat për të qenë pjesë përbërëse e Bashkimit Evropian, në një raport normal shqinësor me të gjitha vendet, nuk do kishte me patur nevojë që qytetarët e saj të mendojnë për konceptin e sigurisë, sepse do kishte me qenë punë e institucionet të Republikës Kosovës, të institucionet kushtetuese. A është? Tani më situata është më komplekse, sepse Kosova është në rrugtimin e saj drejt hapjes së kapitujve për antarësim në Bashkimin Evropian, ku vetë Bashkimi Evropian nuk e din se ku do të mbetet pas 2028-s. Pra kjo është një mangësi në kuptimin e rrugtimit të Kosovës, sepse e ardhmja nuk e kemi të sigurt se do të qëndron në këto konturat aktuale të pretenduara se do të mund të ndryshojnë. Në anën tjetër kemi një fqinje i cili ka pretendimet zyrtare mbi territorin e Republikës Kosovës. Ju dini që derisa nuk kemi demarkim kufitar mes Kosovës dhe Serbisë, është një vijë administrative ato dhe pavarësisht se ne trajtojmë si vijë kufitare, por që në fakt në aspektin juridik, sepse këtu është edhe një mangësi të informimit të saktë për qytetarët e Kosovës, sepse ne me Serbinë nuk kemi demarkim kufitar. Prandaj mos demarkimi e lejon ndërhyrje të forcave serbe në territorin e Kosovës siç ka ndodhur të kaluarën. Dhe pikërisht për të mos lejuar që ky demarkim të ndodhë, atëherë Serbia tenton të influencojë përmes operacioneve të spionazhit në Kosovë, siç ishte rasti i 2025-s, fundi 2024, fillimi 2025 dhe tutje, veprimet të cilat janë në diversitete të ndryshme në aspektin e goditjes së Kosovës në aspektin diplomatik. Ne patëm vitin 2025 një sfidë, e cila është një nga sfidat më të mëdha që nga shlirimi i vendit dhe nga faza e pavarësisë së Kosovës, pra çështja e mos konstituimit të institucionit të Republikës Kosovës, pra një devalvim institucional kushtetues i Kosovës gjatë 2025 si për fat të mirë. Ka një rrugtim të duhur në aspektin e krijimit të institucioneve, ishte një sfidë për të. Prandaj qytetari i Kosovës me të drejtë brengoset. Qytetari i Kosovës me të drejtë do duhej që sugjerimet, po njëkohësisht edhe ndryshimet që janë duke ndodhur nëpër botë, të shetë si një çështje reale faktike që mund të ndodhë nesër atij apo të tjerëve. Ju keni vërejtur gjatë javës së kaluar në një nga kryeqytetet diplomatike botërore të impaktit evropian, në Gjermani, Berlini ka mbetur mbi 45.000 qytetarë të saj pa energji elektrike nga një sabotazh, që sipas gjitha gjasa vjen nga pala e dorës ruse përmes ekstremit të majt politik. Pra, për tregon që ne do duhet jemi të vëmendshëm dhe vigjilent në ndryshimet e klimës sigurisë në Kosovë, dhe kjo ndryshimi i klimës së sigurisë në Kosovë
do duhet që qytetarët e Kosovës të jenë të kujdesshëm dhe njëkohësisht të jenë të vëmendshëm ndaj ndryshimeve dhe pa qenë patetik apo pa qenë edhe pesimist. Ndryshimet janë duke ndodhur, përgatitja për këto ndryshime sa më pashi përgatitet shoqëria në aspektin mental dhe në aspektin institucional si shteti i Kosovës, do e minimizonte dëmin kolateral i cili është i padiskutueshëm se mund të ketë, dhe ky dëmi kolateral të jetë vetëm në infrastrukturë dhe asese në numër të qytetarëve të Republikës Kosovës. Inshallah ne do takohemi sërish për të trajtuar këto tema që nxisin do e mos kërshërin për secilin që jeton në këtë vend dhe do të ndjehet i sigurt në vendin e vet, në Republikën e vet. Faleminderit shumë. Kënaqësi.